Letra me sa kam njohuri unë i është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm lidhjes demokratike. Sa i përket kryetarit të kuvendit, lëvizja vendosje ende nuk e ka dhënë emrin e kryetarit të kuvendit. Kjo me siguri edhe për arsye se mendoj që të gjitha pozitat sa i përket përbërjes së re të mazhorancës, e cila do të shndrohet pastaj në qeveri, i nënshtrohen disa principeve, e njëri prej principeve kryesore është përpjekja për me themelu qeverinë, sepse kuvendi, le të themi, kur në asnjë vend demokratik nuk është qëllim vetvete, kuvendi themelohet për me mujt mi zgjedh institucione tjera dhe prej më të rëndësishmeve është ekzekutivi, ajo e cila do ta qeverisë, mekanizmi i cili e qeverisë shtetin. Dhe këtu kur jemi te qeveria, është e pamundshme pa u themeluar një koalicion, i cili e krijon mazhorancën e aftë për me zgjedh me 61 vota një qeveri të re. Prandaj gjitha pozicionet, unë do ta kisha fut këto edhe pozicionin e kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës i nënshtrohen këtij principi. Kjo është me siguri arsyeja pse ende nuk e kemi një emër të qartë sa i përket kryetarit të ardhshëm të Republikës Kosovës. Sa i përket letrës, mos ju mbeten borxh, letra me sa kam njohuri unë i është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm lidhjes demokratike të Kosovës. Ne deri tash nuk kemi pasur kurfar takimi sa i përket subjekteve tjera politike, akti i parë zyrtar, të cilin ju e keni mësu, edhe është bërë publik, sepse është i hapur edhe është transparent, është letra e kryeministrit për lidhjen demokratike. Ju lutem gjithçka jashtë kësaj, t'jeni të rezervuar, ta merrni me rezervë, ju lutem verifikoni, sepse të gjitha këto janë spekulime. Vetëm akti i parë me të cilin po fillon përpjekja për konstituimin e institucioneve të reja, sa i përket koalicionit të ardhshëm, janë konsultimet që kryeministri ka kërkuar me lidhjen demokratike të Kosovës. Jashtë kësaj dhe jashtë letrës drejtuar nga ana e kryeministrit gjitha janë spekulime për të cilat mendoj që jo veç nuk kemi kohë, po janë në fakt dëmshme ta ushqejmë opinionin publik me kësi të pabazuar.